Rama edhe mirë se vini në debat për një me në zgjedhjet lokale 2025. Për 30 ditët e fushatës zgjedhore, këtu në debat për një me, kandidatët për kryetarët komunave kanë shpalos platformat e tyre për qeverisje në 4 vitet e ardhshme. Debat për një me është i vetmi debat i realizuar mbi standardet e verifikimit të fakteve, që quhen ndërkombëtarisht fact check. Në këto 30 ditë, në komunat më të mëdha të vendit kemi diskutuar për planet, për ndërtimet, infrastrukturën komunale, në shumicën e komunave, ne kemi gjetur që kandidatët e guximshëm që arrin me dalë para publikut, arrin me tregu çka do të bojnë e lejojnë për ndërtimin dhe kush ja u ka financu fushatën. Jemi fokusu në këtë, duke i bo këto pyetje, kemi dasht, po e theksoj, me ekspozu ndikimin e ndërtuesve edhe lobit të ndërtimit në zgjedhjet lokale. E tash, pjesa më e madhe e kandidatëve në krejt Kosovën kanë ardhur në debat, edhe janë përgjigj në këto pyetje. Normalisht, kemi pas edhe dezertor. Dezertorët, për çudi, apo hiç për çudi, janë nga komunat më të mëdha. Ferizaj, Prizreni edhe Prishtina. Në qëto komuna, kryesisht, kandidat kryesor kanë qenë dezertorët. Pse? Se është saktësisht që aty ku po ndërtohet mas shumti jashtë standardeve në krejt Kosovën. Sakt pra në komunat të cilat interesat janë më të mëdha edhe është mas vështiri, ku e kanë mas vështiri që ta kandidat me folë për ndërtimet edhe biznesin, sepse planet urbanistike politikisht kontrabandohen. Që kjo është, kur ja kena qu pyetjet, krejt e kanë ditë që kena me folë për planifikim urban edhe saktësisht në Prizren, në Ferizaj edhe në Prishtinë, kandidatët kryesor kanë dezertu prej debatit se kanë ditë që tema boshtë e na është planifikimi urban. Disa ditë me radhë, debatin e Prishtinës e kemi caktu, jemi tash Prishtinë. Jemi në fund, po du me ju kallëzu që ne e kemi caktu disa ditë për para këtë debat, mas parin mes fushatës. Mas ne e kemi shty se s'ka ndosht me ardhë. Prape kemi ricaktu terminin për debatin e madh me kandidatët për kryetarët Prishtinës. Në fund, kandidatët VIP kanë vendos mos me ardhë me folë për temat e mëdha, planifikimin urban kryesisht. Pra ata kanë vendos me hesht për shumë katëshat që pritet me u ndërtu në Prishtinë. Debat për një me, i kaftu të gjithë që kanë kandidu për kryetarët Prishtinës, e tash këtu si pas rendit alfabetik edhe që si janë dezertor, janë qëta trima që kanë pranu me ardhë. Ata janë Agim Krasniqi nga Prishtina në dorën tënde. Beg Berisha, kandidat i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Fatmir Selimi, kandidat i pavarur. Lulzim Sylla, kandidat i pavarur. Merkur Beqiri, nga Alternativa. Nedime Belegu, kandidate nga Epoka e Hyneshës në Prishtinë. Faleminderit gjithëve po ju rikujtoj që në debat kanë qenë ftuar edhe kandidatët për kryetari LDK-s për Parim Rama, kandidati vetëvendosis Hajrullah Qeku, ai PDK Surani Smali edhe kandidatja e PSD-s Besa Shahini, edhe kjo ka thonë s'po vi. Pra, 4 kandidat nuk kanë guxu me ardhë me folë për ndërtimet edhe finansat që mund t'ju vinë nga lobi ndërtuesve. Kandidatëve dezertor, ja u përmene me emrat e tash kisha dasht me nis beg pite me të vetë pse këta s'dojnë me ardhë me folë për ndërtimet, temën boshtë në Prishtinë. Qa po ta mermenja beg? Prej fillimit kanë këshyr me ikë debateve, nuk e kanë problem këta tikurit për me pas debat në dërveti, sepse qëllimet i kanë njëjta, këtë punë i kanë paraqit si përfaqësore, mendjen e kanë pikrisht aty ku po thunë ti, te PZK-ja, që është plani zhvillimor komunal, edhe kanë bo hile edhe kur jënë shkuna për televizionet të financuara, po nga ato grupe që i kanë të nëzonën peng këta kandidat, e sidomos këtë arkitektin e interierit edhe Urani Smajlin, këta dy jënë të kapur plotësisht, po mbefason që nuk është Besa Shahini këtu. Për Hajrullah Qekun,
nuk di çka më thonë, sepse ajo është i përket një partije të majtë, nuk dihet, do më thonë, nuk ka lidhje me këto gjana. Koncepti ti është kajt za drug kooperative qështu. A ka dikush për juve nëj spjegim se s'kan ardhë këta? Me ju pyt. Hajde, Lulzim, mas pari mandej Merkur. Lulzim? Urna? Lulzim Sylla. Urna, Lulzim. Menova që edhe fjallin Ty të dash? Po, unë e mendoj se këta kanë fillu fushatën që 2 mujtet. Në për televizionet ndryshme janë të bo fushatë dhe në për televizionet private, me analist privat, të i rendit her njonin, her tjetrin me rotacion, cili ka me marë komunën e Prishtinës. Po debati vërtet unë menoj se tash është këtu, në këtë studio, dhe për atë s'ka noktë. Merkur, qka teoria jote pse zvin këta mu përball me pyetjet për ndërtime? Teoria jame pse nuk vinë është që të krijojnë një mjegull në opinion publik dhe në elektoratin e të gjitha partive, edhe atyre që janë të pavendosur, edhe janë 2 arsyne. Një, që frigojnë në munges të ofertës, pra nuk kanë ofertë reale për përmirësimin e jetës në Prishtinë, prandaj kanë frikë të ballafaqohen me kandidatë të pavarur dhe të subjekteve më të vogla, sepse atëherë shihet mungesa në platformën dhe programin e tyre, e cila mund të jetë e barabartë ose më e dobët se disa kandidatëve që jemi këtu. Ajo është një, dhe krijimi i mjegullës është sepse gati si me marrëveshje të heshtur të gjitha subjektet e partive të mëdha, do më thonë të gjitha subjektet të mëdha, gati si në marrëveshje të heshtur, duan që të eliminojnë lojtarët e vegjël dhe thjesht kanë për qëllim vetëm të marrin Prishtinën. Asgjë tjetër nuk ju intereson. Faleminderit Merkur. Fatmer, pse s'vin? Unë veç po du me thonë që kur njetë u këmë një vetë matë në shmumë se në këtë periud kohore 1 mujore, ku kandidati pavarur nuk janë kanë hiç përfaqësum, edhe jam shumë i befaqësum nga këtë që zëja dhe mediat e pavarura që i quajnë, po jo më me thonë që janë mediat e korruptume, sepse totalisht kanë qenë vlera gjatë kësaj periudhe kohore për mi paraqitje det e këtyne arkitektëve që po thu, cilët janë ndokë shumë mirë në Facebook. Mirë, po puna aty në teren ka qenë shumë e keqe. Krejto ka shkon, krejt puna ka shkon ka plani zhvillimor komunal, edhe në Prishtinë për kurrë tjetër nuk bëhet lavë vetëm për koeficienta, si me shku ndërtimi i shtetit ka pjesa e Valis, ndërsa ka pjesa tjetër dhe zonat rurale kanë mbet krejt mbrapa. Unë po befaqohem se Prishtina nuk është vetëm Prishtinë, ka 48 fshatra, cilat kanë nevojë me jetu njerëz atu. Fatkeqësisht kena marrë një situatë që gjitha ata që bëhet e fshatra, është e çuditshme mu që dikush pe Grashtice, po shkon fushë Kosovë me ble banesë, ku kushtet Grashtisë me fushë Kosovë nuk llogariten. Mirë po, këta nuk kanë ardhë, sepse në nas parë neve na kanë konsideruar si pa të rëndësishëm, po mendoj edhe orientimi i tyre ka qenë që mediat, u mendoj që ndikimi më i madh ka qenë pe mediave që neve na kanë injoruar totalisht, edhe një person në asamblesë ndoshta pe Dragashta, pe Bjalisheu, pe Shtima apo pe Mamushe ka qenë më i përfaqësuar në media se na. Për ata po du me dhënë një farë mendimit tim, nëse na jena pranu mu kandidu, atër ja duhet më nga trajtu barabartë, ja në fillim dhe që kam përcaktu se 3 partit njona për tyne duhet miftu. Neve s'na kanë konsideru për ata. A plani urban edhe plani zhvillimi komunal normalisht i përmeni shumë mirë Beka, edhe po pajtona plotësisht që 2 për tyne kanë interesa personale, ndërsa për tretin nuk më me thanë, sepse nuk e di çfarë interesa ka, edhe pas që Besa dje reagoj që tha ka mu ankun KSZ edhe në PZAP, po nuk u anku asë njëherë kur nuk në kanë thirë neve në i debat. Kisha dashi me qenë të barabartë, e kisha dashi kur flasim, mu njës për veti, mus mu njës për asaj se qka i konvenon dikuj. Faleminderit, po dëndi qka me më thonë, Urdna Lulzim? Një faleminderim publik për Bek Berishën, i cili ka refuzu një ftesë, një televizion, gjithashtu i cili paraqitet si lider për informim drejt dhe të paanshëm, për shkak se nuk janë ftu kandidat e pavarur. Bek, faleminderit. Unë e veç masi jemi të folë për media, duhet me deklaru që gjithashtu edhe na kena pas sugjerime që me bo debat për klika që shikohet ma shumë me kandidatët e rëndësishëm. Por, mediat janë pushteti 4. Na duhet mu sill në mënyrë
përgjegjshme edhe përçaton kallzo.com. Nuk i pranojmë kushtet me u thirrë vetëm disa kandidat, vetëm se ajo mundet më duk ma interesant, ajo mundet me arrit egon disa kandidatve me i bo ata ma transishëm se tjertë. Do me thonë, krejt presionet apo sugjerime që i kena pas, nuk e në ranë to edhe gjatë zgjedhjeve, të gjitha mediat kanë obligim da i këti shteti, si pushteti 4, na i kemi pranu regullat, duhet mi zbatu regullat që japim hapësirë të barabartë. Barabartësia është parimi kryesor në zgjedhje. Të gjithë janë të barabartë edhe, sidomos, e falenderoj edhe une, Bek Berishën që pi partisë madhe, ase të thojmë partisë parlamentare, nuk e ka pru egon rend parë me thonë, une po shtyna me matë veçlit, që shkanë thonë ata tjertë, edhe PSD-ja, pse mu shty me matë veçlit, po ka pranu me marë pjesë. Kështu që po e kuptoj dhintën e juj, s'kisha dasht me tjerë tutje, jemi situatë që jemi, na vazhdojmë tutje. Po vazhdojmë... Për hitë koreksis edhe kjo dasht me fola, po? Veç nuk e kërkoj fjallën, urna. Edhe një, nuk kërkoj... Veç pak, Nedimja e kërkoj fjallën, urna Nedimja. Po, e kërkova fjallën. Në kryet të platformës sime, qëndron faktikisht korupcioni. Pse korupcioni? Sepse një korupcion të tillë e kam përjetu vetë unë me çështjen e banesës time, ku ka marrë në përfundim që krimi organizum, do ta quaj, korupcion qëndron mbi AKP-n, Agjencionin Kosovar të Privatizimit, komunën e Prishtinës, po ma merr mendja edhe në të gjitha komunat, si dhe gjykata e cila është vetëm një vull, e cila vullos vendimet dhe marrëveshjet e këtyre dy institucioneve. Prandaj, unë edhe jam pregadit që në këtë rast ti pyes këta ish kryetar të komunës së Prishtinës për ndërtimet jashtë standardit. Shembull, në Prishtinë është banesa, tani është shumë aktuale, në Lakërisht 26 katëshe ndërtesa që kushton 27 milion euro. Veç pak, zonja Nedime, veç e fillut programin, ju kisha lut me e pauzu prezentimin e programit juj, po du me ju thonë që ju po i përmeni dy institucionit që s'janë këto gjykata AKP-ja me edhon anën e tëne. Prandaj, i kishim folë direkt për temat që i kenim platformë, jo, veç pak, jo, më falj, Agimi e ka fjallën s'ka folë. Urna Agim? Përshëndetje jeta, faleminderit fillimisht se zvin debat është mas pari. Për mundësin, arsye pse zvin debat janë dy çështje esenciale. E para është temën cilën ju i keni jep pesh, konkretisht urbanizmit apo planifikimit urban, ndërtimet që po ndodhen, dhe e dyta është sepse ju e keni një specifik, ky emision e ka një specifik sepse për gjatë viteve, për gjatë 4 viteve i përcjellni aktivitetet e tyre, domethënë zyrtare, dhe ko pas kohe ato jo prezentoni në për media premtimet e tyre, dhe kjo sigurisht që kanë ndikuar që ata mos vinë këtu sepse çdo debat do t'ju ndikante pastaj gjatë fushatës, gjatë po mendoj gjatë qeverisës të tyre. Okej, tash, Agim, faleminderit, gjithve faleminderit, veç pakës, të lutëm, Nedime, po e fillojmë pjesën e prezentimit platformës ku mateni me minutazh. Agim, cila o platforma jote, po e fillojmë prej teje... Deshta me dha një mendim, për shembull, unë deshta me ju ba pyetje, pikërisht këtyre ish pushtetarëve. I kujt është ndërtesa 27 milion euro në Lakërisht? Ani, folim për ndërtimet, veç pak, pyetja e jote, për ndërtime vjen të pjesa që folim për planifikimin urban. Vetëm priteni radhën. Agim, 2 minuta, platforma e ju i zgjedhore. Faleminderit. Iniciativa qytetare Prishtina në dorën tënde ka hartuar një plan qeverisës, i cili është ndërtuar mbi 4 shtylla apo 4 objektiva strategjike. Dhe pikrisht programi ynë qeverisës është i motivuar nga forma e qeverisjes partijake, dhe ne si moto e kemi nxjerrur Prishtinën në dorën tënde, jo në dorën e subjekteve politike, të cilat për një periudhë 20 vjeçare kanë krijuar një kaos urban në gjithë sektorët e jetës publike, dhe pikrisht ne e kemi hartuar programin bazuar në këto problematika. Nuk do të futem se si kanë qeverisur më herët, ato e vlerësojnë qytetarët, mirë po ne do t'i prezentojmë gjitha ato objektivat cilat i kemi përcaktuar në planin tonë.
Shtylla e parë është arsimi dhe shëndetësia. Shtylla e dytë është planifikimi urban, respektivisht urbanizmi. Shtylla e tretë ndërlidhet me ambientin, njëkohësisht përcaktimi i zonave për shfrytëzim publik, dhe shtylla e katërt është ekonomia lokale. Këto janë 4 shtylla të cilat janë të ndërlidhura me një plan financiar, por njëkohësisht janë të ndërlidhur me indikatorët matës të cilët ne në programin tonë qeverisës i kemi të detajuara se çka mendojmë për një periudhë 4 vjeçare. Jam i vetëdijshëm që ne nuk mund të arrijmë atë çfarë e synojnë 3 të mëdhenj çfarë ju po i quani, mirë po në synimin e kemë që të futemi në asamblej me kandidatët tanë të cilët janë në listën për asamblejës dhe pikrisht ne të imponojmë këto politika që qeverisja tjetë në interesin publik, në interesin qytetar, jo në interesin e partive politike, subjekteve politike. Faleminderit. Koha bek plani i AK-s për 4 vitet e ardhshme në Prishtinë. Po jeta faleminderit, ne kemi kriju një plan i cili është bazuar në 7 shtylla. Edhe e para është arsimi, rinia, shëndetësia dhe kujdesi social, infrastruktura dhe transporti, zhvillimi ekonomik, punësimi, siguria dhe administratë efikase, kulturë, sport edhe identitet, po ashtu një qytet i pastër edhe i gjelbërt. Po ashtu kemi përgjigje edhe për legalizimet edhe pranimet teknike edhe për gjitha këto. Nuk e bë mirë që e ke shty këtë debat, se unë zakonisht shtunën shkoj lahna të këj liqeni këtu që e ka marru për parim Roma, mirë po jam këtu për respektin e kandidatve edhe ponimna shumë mirë që jemi bashkët. Faleminderit. Shumë faleminderit. Bek, Fatmir, plani jot. Faleminderit. Domethënë plani jam ose shtyllat kryesore të programit tim janë mas pari decentralizimi i qytetit, sepse besoj që Prishtina është rrit aq shumë dhe është e pamundsshme që të menaxhohet nga një qendër. Mendoj se paku dhe bashki lokale duhet të organizohen, edhe që qytetari edhe ajo pjesa bashkisë lokale të vendosë cilat janë projekte prioritare si për ndërtim, si për infrastrukturë, si për gjitha sene. Kjo është pika e parë që ndërlidhet edhe me plan zhvillimor komunal dhe plan zhvillim rural. Më me thonë sepse kjo përfshin të dyjat. Vendime duhet i merr qytetari, jetë i merr partia politike apo interesat personale. E dyta është arsimi dhe sporti. Mendoj që arsimi ka degraduar në Prishtinë për shkak se është bën një ndryshim i cili ka qenë shumë i shpejt dhe nuk ka mujt me qenë përgatitur për këtë mësimin tërditor, i cili po shkakton të lashe të mëdha. Është ide e mirë, po duhet një kohë dhe duhet një jetë që me rregullo ato. Se mendoj që pika kryesore e programit tim duhet me qenë njeriu, nuk duhet me qenë betoni apo me qenë ndërtesat. Përveç kësaj mendoj që edhe sporti, i kena lorët mediterane, na hala se këna nisë më pregadit, duhet me menu që na duhet me janis dje, jo sot me janis me punu për ata, për më pregadit dhe me bë këto sene. Nën 3 është rregullimi çështjeve pronësore, legalizimi edhe barazimi me tatim pronë, sepse na ballafaqohemi me këto sene çdo ditë edhe kemi pas probleme edhe në tarmen. E katërta është infrastruktura, sepse në Prishtinë infrastruktura çdo ditë po ndryshon për shkak ndërtimeve të larta, duhet mi kqyr atina kapacitete, mi bën një planin tani mi janis me ndërtu. Edhe së fundi mendoj që është shumë e rëndësi trafiku. Ja të përmend, trafiku ndryshon çdo vit. Unë jetoj bashkë përballë ty në Lakrishtë, se këtij 34 se ty në ndërtesa të maja. Për momentin rruga Robert Doll është rruga më e ngarkuar për shkak se është mbyllur Gjergj Bushi. Nuk po them që është mirë apo keq, se mendoj që jena të fol për sene shumë përgjithshme ka herë. Mirë, po duhet menuj. Trafiku ka më zhvillu çdo vit dhe na duhet me qenë gatshëm mu përgatitë që atë mi përgjigj aty në ballafaqime. Faleminderit. Faleminderit. Lulzim Sylla, kandidat i pavarur, plani jot. Plani jam për zhvillimor, për zhvillimin e qytetit Prishtinës bazohet në 17 pika, 3 nga ato janë shtyllat kryesore. E para është të gjitha rrugët e Prishtinës do të jenë dykashe. E dyta është legalizimi i objekteve pa leje. Të gjitha ato objekte që kanë pas leje ndërtimi të enkatin e caktuar, po për shkak se ndërtuesit nuk i ka dalë fitimi i paramenduar, ka vazhduar për 3-4 kate, ai objekt llogaritet si pa leje. Do me thonë, ato objekte cilat të enkatin e caktuar kanë pas leje ndërtimi do të legalizohen me automatizëm se është kompetencë e komunës ekskluzive. Edhe shtylla e tretë, në cilën bazohet programi im, është mbeturinat. Gjatë mandatit tim do të mundohem që t'i blej aksionet e kompanisë pastrimi dhe kompaninë ta kthej 100% në pronësitë komunës. Nëse nuk arrit t'i blej ato aksione, atëherë do të vazhdoj t'i përdor shërbimet e tyre deri në
momentin kur unë do të arrit të krijoj kompani 100% komunale. Ndërsa pika tjera janë arsimi, shëndetësia, infrastruktura e kështu me radhë. Faleminderit, po shkojmë te Merkur Beqiri prej Alternativës Plani Juj. Plani i Alternativës si subjekt i liberal i qendrës, pra piknisjen e kemi nga lirit maksimale individuale të qytetarëve, nëpërmjet të cilave zhvillohen lirit edhe kolektive edhe individuale, dhe kjo është rruga për mi zhvillu talentet shumë të mëdha që i ka populata e jonë. Dhe me këtë synim, për vizioni kemi qitë vetit që ta shëndrojmë Prishtinën në vendin më të jetueshëm në Ballkanin Perëndimor. Pra jeta, dojmë Prishtinën ta bëjmë të jetueshme ashtu si ke edhe ti vizione për Prishtinën, edhe që ta bëjmë të jetueshme i kemi përcaktu 5 shtylla, po këto 5 shtylla kanë shumë traje. Shtylla e parë ka të bëj me stabilitet, rend dhe siguri, shtylla e dytë ka të bëj me mirëqenie dhe shëndetësi, shtylla e tretë me arsim, sport, turizëm, më pasaj kemi artin, kulturën dhe në fund kemi infrastrukturën dhe shërbimet publike. Pra në këtë fushat të gjithë po flasin vetëm për këtë të fundit kryesisht, në më thonë për infrastrukturë dhe shumë pak për shërbime publike, po kjo është në e pesta në shtyllën tonë. E pra, kur flasim për stabilitet, nuk mund të ketë tërheqje të investimeve apo vetë realizim të rinis nëse nuk ka stabilitet. Ajo dhe më thonë depolitizimi i bordeve, ajo dhe të thotë që rrugët me qenë sigurta për biciklista, ajo dhe të thotë që të jemi të mbrojtur prej qendve e ndacak e tjera. Në shumë shpejt shkoj koha, po kemi shumë plane. Shkoj, do t'jeni kohë me fol, Nedime Belegu, përfaqësuese e epokës së hujneshës në Prishtinë, platforma juaj për 4 vitet e ardhshme në Prishtinë. Me iniciativën tonë, unë parashoh si pikë e parë luftimin e korrupsionit. Korrupsioni i cili ndërlidhet Agjencioni Kosovar i Privatizimit, komuna dhe gjykata. Këtu do të ndalesha vetëm me një shembull që sfundi e kam pa, flitet për një ndërtesë 26 katëshe, 27 milion euro, ndërtesa në Lakrish, në emër të ndërsa citohen se janë prona të ndara në këtë ndërtesë të Zoj, na jemi në debat ku i verifikojmë faktet, kur i përmenim njerëzit. Këto janë të pa verifikume, të kisha lutë emnat, planin tënë me nga kalzu, se me përmen emna korruptiv pa e verifiku, nuk është strategji e diçka që muj me leju si media. Këte unë e them sepse mendoj se duhet të hetohen. Po pse s'na ke shu deri në fushat e ke rujt këtë punë? Pse s'na ke shu me verifiku neve në kalza? Jo, nuk me hetu si, me shku në gjyqësi. Jo, të jedosh me shu keni matë përgjegjë shumë për këtë punë. 4 vite na kemi bot thirrje me na raportu korrupsionin. Ti si ki raportu? Unë, ku me raportu? Ku me marë faktet une? Pikrisht në qëfëse unë bëjmë kryetare e komunës e Prishtinës, do t'i humanitar këto. Si është marë kjo po, veç që fushata zgjedhore nuk është raportimi korrupsionit. Fushata zgjedhore, veç pak, fushata zgjedhore është me prezentu plan për 4 vitet e ardhshme. Nuk është emision për me raportu për jetë parë korrupsionin. Plani pika e parë me cilën unë do të merrem qofse bëjmë kryetare e Prishtinës është zonja apo korrupsioni në kuadër të komunës ku unë do të shkapi plotësisht me gjitha forcat që kam dhe me institucionit përkatëse do të shkëpus Agjencionin Kosovar të Privatizimit nga kadastri i Prishtinës ku aty deri më tash ka qenë një tavolinë suedeze, kanë zgjedhë çfarë kanë dashur dhe kanë ndërtu çfarë kanë dashur dhe sot janë gjithçka ilegale. E kuptova. Përfaqësuesja e PSD-s tani lobon sidomos me tri, se tri të shumë lehtë me i manipulu dhe tenton që
që bëj zgjidhje të rinis të fus në për këto banesat të cilat tani janë të zbrasta. Faleminderit Nedime, Cecilie ka kohën e vetë, replik Beka, urna. 2 minutat e pari, pate. Irova pishman, se nuk pas në shka ma. Mirë, po du me shku të tema bosht e debatit tonë. Ne me kandidatët e Prishtinës diskutojmë atë që kemi diskutu me Cecilien komun, urbanizmin edhe planifikimin hapësinor. Tash është interesant që si pas dhonave të Ministrisë së Mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, Komuna e Prishtinës Komuna e Prishtinës nuk i ka të miratume 2 dokumente thelpsore. Planin zhvillimor komunal edhe hartën zonale. Dokumente shumë të rëndësishme që rregullojnë urbanizmin komun. Tash, si pas Ministrisë, këto dokumente janë proces që sa. Këto dokumente i përcaktojnë zonat, pse janë të rëndësishme se e caktojnë sak zonat ku duhet më ndërtu banesa, ku duhet më ndërtu qendra tektare, ku duhet me vazhdu me met, shtëpia edhe hapësira gjelbërta. Për ne është më rëndësi me kuptu për qëtën e kandidatëve, se qyshe paramenojnë ata vizionit të në politik se ku që këtë qytet duhet me vazhdu me pas ndërtimet në alta, ku duhet me pas ndërtimet të ulta, ku duhet ma shumë gjelbrim, parkingje, ta ndigjojmë planin e Cecilit prej kandidatëve, po fillojmë me ju agim për sëri. Urna. Faleminderit të nderuar, jeta kaosi urban është produkt e qeverisjes 20 vite të pikërisht këtyre subjekteve politike të cilat ne po i përmendim. Dhe në planin ton e kemi para pak vendosin në një moratoriumi, i cili do të ndërpres gjitha lejet, do më thënë dhënien e lejeve, përderisa nuk do të bëhet një verifikim i gjitha atyre lejeve cilat janë dhënë pa një plan të mirëfillt urbanistik. Njëkohësisht kemi para pak themelimin e një komisioni apartijak, i cili do të përbëhen nga urbanist, arkitekt dhe ekspert të mjedisit për të verifikuar, po gjithashtu do të bëj edhe një auditim për të verifikuar të gjitha lejet të cilat janë dhënë dhe cilat leje mund të rishikohen sa i përket ndërtimeve aktuale të cilat kanë ndodhur në disa lagje. Ne po e marrim shembull lagjen aktualisht e cila është në zemrën e Prishtinës, që është pjesë e aktashit me lagjen e muagjerve, që kanë filluar ndërtime, dhe pali plan mirëfillt urbanistik, akoma ne kemi shtëpia në mes të këtyre ndërtimeve, edhe pse ndërtimet janë të bukura, mirë po një ndërtim i tillë nuk është zhvillim për Prishtinën, pikërisht është një degradim për vetë kryeqytetin. Ne do ndërmarrim një reformë të thellë administrative, brenda organeve vendimarrëse në komunë, do të bëjmë përpjekje që të eliminojmë dhe të parandalojmë gjitha elementet të cilat mund të jenë me ndikim. Agim, sa katë në cilat zona kemi leju? Sa është maksimumi katëve që të lejon Prishtinë? Ndëruar jeta këto e kanë, domthonjë programin e kanë punuar arkitektët dhe pikërisht bazuar në planin zhvillimor cilën ju po e përmendni dhe zonat katastrale cilat ju po i përmendin, ne pastaj do të edhe veprojmë varësisht prej rrethonave cilat na krijuan. Mirë po, do është të ndëlidhem tek reforma. Ka dalë, veç pak, 2 minuta kalu, mu po më intereson një pyetje që ja kena bo krejt kandidatëve, a ke finansus apo donator të fushatës tënde që janë ndërtues? Jo. Edhe në listën tënde, agim listën e asamblejistave, a ke njerëz që janë ndërtues apo fëmijë të ndërtuesve? As fëmijë, as njerëz janë qytetarë thjesht të Prishtinës. Derin sa katë po më vynë kati lejon me ndërtu. Se aj plan që jo bo për arkitekta mundët më ndru. Mu po më interesën nëse ti vjen për shtet, sa e ban? Po më varet prej lagjes. Po supozojnë në lagjen e Mshirë ndoshta ndërtimet do të mund të shkonin deri në 10 kaqe. Ndërsa qendra e Prishtinës duhet të vendosin një standard maksimumi 6 kaqe. Faleminderit Bek, plani juj. Jemi të folë për 3 gjona ndryshme, për planin zhvillimor ka do të hapet, jemi të folë për legalizimet, për kaosin edhe për pranimet teknike. Tash unë e penisi me planin zhvillimor.
Plani zhvillimor komunal është vendoset prej asamblesë komunale, edhe që aty ndikimet janë prej qytyne që pjothojnë oligark ose mafia ndërtimit që nuk janë terme adekvate për mi qujtë kështu. Normalisht ata janë biznismen që kanë nevojë edhe dojnë me ndërtu edhe kështu. Është gabim më thonë që na do t'i ndërprejmë ndërtimet njëherë, sepse kush thot që shtu, ti e ki sinqert, po thot edhe njoni për qytyne vipav, kjo është, me thonë, na lutë organizohem njëherë, se i ndërprejmë, tani shkojmë edhe merrëm vesh me ta, edhe qesim në anë pa kush për merë paret, se kështu nuk bënë, se edhe aty është një farloj kaosi. Plani zhvillimor, llogaritet më shkuqa ne ka stacioni autobusav, edhe që aty ka edhe përfitimet më dhaja, normalisht. Unë e kom menu me zëru edhe mi shina trenit ka kodra e trimave anej, sepse nuk ka hapësirë, populata është shumë e dendur, aty nuk ka përfitime, as kryetari, as kurkush, sepse është kaos. Nuk i ven ku me bo një qerdhe, një shkollë, një hapësirë gjelbert, një kur gjoheq. Edhe menoj, po edhe anej, por do të hapet plani zhvillimor, do të përfitojnë me koeficient edhe ka kodra e trimave. Sa i përket kaosit, kë ka fillu prej pas lufte, ka zhvillu dhe i tash. Qa do të bojmë na për këtë temë, do të qesim një vit kuqe. Jo me ndërprej ndërtimet, ato do të zhvillohen si mas ligjit, sepse ligji është shpëtim, edhe do t'i kthejmë pastaj me i trajtu. Pse nuk ka rrugë, pse nuk mundet më një zjarë fiksja, të më arrën feza me nol zjemin, pse nuk ka hidrant, pse nuk ka shkallë emergjente, pse mungojnë parkingjet, pse është kaosi, kush e ka kriju? Këtë kaos e kanë kriju, dhe më thonë, se cili kryetar, se nuk ka të pafajshëm këto, edhe drejtoria, inspektoratit edhe urbanizmit që ka shërby, veç si korupcion. Bek, sa katë kishe leju në qëto zona që po lejo ndërtim, sa në qender, sa në këto zona ku e ki planifiku zhvillimin? Dëgjom, une nuk tashti varet që shën kriteret e ndërtimit lartë, që shkom fol me një urbanist të vërtet, më ka thonë që lartësia e ndërtesave duhet e saktëson gjerësia e rrugës në mjetë banesave. Nuk mundën më bo 2 banesa 10 kate edhe më janë rru televizorit kë kojshia, nuk shkan ashtu. Do më thonë, nëse bohet plani, edhe respektohet plani, edhe është largësia dhe rrugët janë gjona, edhe respektohen këtë kriteret e ndërtimit edhe hapësirat e gjelbërta, që ajo ta definon edhe largësin sa më shku. Për zonën të kodra e trimave, sa ma të lartë, njërë që se tu shku lartë, ata hapin, bojnë hapësirë të gjelbërt edhe të komunikimit. Bek, sa ma larkë është 30 katë, 50 katë, sa? Të kodra e trima, se aty s'ka përfitime kur gjohesh, aty ka vish të lashe, du të mi përvjel durët e me pështuat popull, sa ma të lartë. Nuk e di tash se duhet më folë me ekspert, unë nuk jam ka stacioni autobusave, sa kështë e thonë? Aty du të mu zbatu regulat kështu sakt. Se aty dihet. Qka janë regulat sakt? Regulat bre përcaktojnë këto nuk ka jo valla s'po dihet. Nashta dikush menon si sa e bën toka, po prap duke në sipërfaqe, tu zbatu regullat e urbanizmit, të rrugët, hapësirat e gjelbërta, qashtu vish ligji është shpëtim. Nuk ka kjo çështje e a ke donator që janë ndërtues të fushatës tonë? Nuk kam. Unë një plot ndërtues. Mirë po donator, mund është mi pa rrjetet e mia sociale i kom 0. Edhe kalzëm në listë të AK-s për Prishtinë, a keni na një që ndërtues ose fëmijë ndërtuese? Veç Halil Gashin e kom është me prona, për nuk o ndërtues, edhe kom një listë krejt qytetarët ndershëm të mirë, edhe nuk kanë asë një aferë as kur gjojsh. Faleminderit. Fatmir, plani ju i urban? Plani për zhvillim komunal gjithmonë ka qenë domon pjesë e zhvillimit shtetit. Në lagjën ku jetoj unë në vitin 2009 është bërë për herë të fundit, edhe kemi pa veç në televizor zotëri Ramën, i cili ka dalë ka thonë që plani zhvillim komunal është bërë bashkëpunim me qytetar. Nuk është e vërtetë sepse na në asnjë moment nuk kena konsultu se çfarë do ndodh me lagjën Pejtan. Lagja Pejtan është një nga lagje ma, si me thonë, ma shtrejta në Prishtinë, edhe në tena kanë diku se përballë neve janë ndërtu ndërtesa 30 kaçe. Nuk kam drejt ashtë mi thonë asë një prej kojshive të mi që këtu na kemi bo 4.5 koeficienti ose
përdhes për 10 katë, sepse ai nuk pajtohet se për ballti po ndërtohet dikush 30 katë. Se secili po këshir me priftu diçka. Njëjti rast është lagja muhaxherëve, ana e lagjës muhaxherëve me anën tjetër që është Kaktashi, një pjesë është leju ndërtimi, pjesë tjetër nuk është leju ndërtimi dhe kjo ka shkaktuar probleme të mëdha. Mendoj që çdo kush që i plotson kushtet, pajtohet në Adamabekën, ai mund me ndërtu. Normalisht gjithë analizat, si tokë, si a ki potencial për infrastrukturë, për kanalizim, për ujë, për gjitha këto, nëse i plotson gjitha kushtet, atëherë janë nisë me ndërtu. 90% ndërtime në Prishtinë, mas pa i ndërtu, tash ja ka nisë me kështu se ku ka bandere më të afër për Elmir Rryman. Kjo është të ndiku, sepse sidomos atu thash pjesën atu, s'ka as rrugë për pqasje, edhe kur të bën atu 20.000 banor, djeni shok jemi shumë mirë që bëu pyetjen, çka do ndodh kur të hinë 30 katë 1.000 familje apo në ato tjera. Çka ka mendon me pejtoni, ku kena me jetu na, sepse na nuk kena mujt me lëviz, pa trafiku jena të vol. Kur atu ka më sjell na 70.000 kjerre. Këto ka me ndiku, për ata mendoj që plani zhvillimi komunal duhet mirë të planifikohet, të pajtohet qytetarë, të vendosë së bashku. Njëjti sen duhet me ndodhe edhe për zonat rurale e për zonat periferike. Mos shkohet vetëm ka interesi i këtyre persona që kanë toka, që kanë mlet toka dhe po tentojnë me ngritë veç banesën atë pjesë. Duhet me ekzistu infrastruktura. Vizioni jot urban, sa maksimum kështu leju kote në Prishtinë dhe ku? Unë flas për veti, për shef të jemi, për shembull se tash jam pejton, edhe unë du mi bëu 30 katë se po vi mi marr 15 banesa. Mirë po në realisht normalisht për 10 plus 12 katë është një normal në Prishtinë. Çysh e adreson se ti po thu qytetar? Qytetar është edhe ai që ka tokë, ai po insiston lëbën për më shumë, qytetar është edhe ai që s'ka tokë. Tash tu i ki interesat e qytetarit, të dy thojnë unë e ko mirë. Po, shumë normal është ajo. Normal është që edhe në atë pjesën që thonë që kam blerë. Për çka je ti? Çysh e kishe preti? Normal është ajo, po ti vizioni jot është cili? Sa katë? Sa katë për 10 plus 12 katë mendoj që në realin Prishtinë. Nëse thënë ka lakrishtia dhe atë pjesën anej që the ka stacioni i autobusave, deshtëm. Kjo është të bolla pe periudhës për para 8 vjetëve që ndërtimi ka me shku për 10 plus 30 katë. Kallëzom, ata finanson ty fushatën a ndërtus? Kurno? Ata finanson fushatën tonë dhe na ndërtus? Valla, përveç grus, që më ndihmon ka pak, të atjes s'kum pas dikun e ta për kraje kështë të madhe. Gruja, po më ka njëmu shumë, dhe falenderoj publik. Ja, s'është ndërtuse. Faleminderit, Lulzim. Plani urban si pas teje? Plani zhvillimor, plani urban si pas meje, mas porit i kisha nalë ndërtimet në për fusha me njëherë do me thonë tërsisht. Plani zhvillimor urban do të kisha përqendru ka lagja, ka rrugë për gjatë lumit Prishtevka, në të dy anët e rrugës, deri te bunari Hajratit. Gjithashtu, që shë tha dhe Beka, në lagjën Vranjev, sepse është lagja, si kur të ndërtoheshin ndërtime atje, do të ishte lagja më e bukur në tërë Prishtinën. Sepse, do me thonë, konfiguracioni ja siguron atë pamje të bukur. Aty do të mund të organizoheshin ndërtesat të rëndë, sikur se në lagjën Dragodan. Asnjëra tjetrës nuk kish mi anëzon pamjen, edhe do të ishte një lagje tepër e bukur, si dhe në lagjën Kolovica. Këto 3 lagje janë që unë do të kisha orientu planin zhvillimor urban. Sa kate kështë leju të Lulzim? Maksimum? Saj përket kateve, në për shpatet kisha leju te 20 katë, mirë po në Rafsh, ku është në përgjatë, do me thonë përgjatë lumit Prishtevka, aty 10 deri në 12 kate. Asnjë më shumë. Lulzim, a ke donator të fushatës që ndërtus? Jo, ndërtus nuk kam donator të fushatës, donator është buxheti familjar. Faleminderit. Merkur, plani i alternativës për planifikimin urban. Faleminderit. Prishtina, lirisht mund të themi se është qytet i smur dhe arsyeja më shumë se 50% për smundjen e Prishtinës është mungesa e mirëfillt e planifikimit hapësinor dhe urbanizmit kaotik dhe të egër. Unë kam vizion shumë të qartë se çka do të lejoj, çka nuk do të lejoj nëse bëhem kryetar, e ajo është që me i vu stop ndërtimeve pa leje, tash prej auditorit po e shohim që edhe vetë komuna i fillon i kontrakton ndërtimet pa e marrë lejen. Do me thonë, pa e marrë lejen prej vetë vetës. Absurd. E kam, do me thonë, vizionin e qartë se çfarë koeficienti ndërtimi duhet me pas në cilat zona.
në qendër, në munges të hapësirës, mund të lejon ndërtime pak më gjata me koeficient ndërtimit 3,5 deri në 5, mirë po jo pa i plotësu gjitha kushtet, e ato janë që të ketë rrugë, qasje për automjetet e emergjencës, që të ketë kanalizim të treshurave e të ujrave të zeza etjera. Neve po harojmë që jemi duke jetu në kohën e ndrimeve klimatike dhe moti është të ndru të ne pas na me ndiku diçka në të. Kemi me pas treshura dhe vërshime shumë e ma shumë. Sa më shumë ndërtime bëhen, aq më shumë dhe të kemi rrezik nga vërshimet rapide, të përnjëhershme, cilat shkaktojnë jo vetëm dhe me materiale, por edhe humjet jetës siç ka ndodhur në Pej. Dhe këto vetëm do të keqësohen. Unë po ju garantoj që të gjithë këta që po i bëjnë këto ndërtesa në shtëpitë e tyre private nuk ishin leju me pas qasje kaq të ngushtë, e pa kanalizim, e pa parking, e pa krejt. Ato po i bëjnë jashtë. Sa katë kishe leju ti maksimumin në Prishtinë? Në Prishtinë, unë me këtë madhësi që ka Prishtina, nëse i plotësojnë kushtet, atër kisha leju diku 20 katë, mirë po në zonat rezidenciale, me koeficient ndërtimi do me thonë 1,5 deri në 2,5. 20 katë kuj kishe leju? Veç pak, do me thonë në pjesët tjera 4 deri në 8 katë. Ku 20 katë vetëm aty ku ka hapësirë, po lojmë ti pyte për rajonin e stacionit të autobusave. Aty ka hapësirë, mirë po nuk jam i njoftum për kualitetin e tokës, do me thonë se a e lejon. Nëse e lejon, aty po pse jo. Në Prishtinën e Re ku po i ndërtojnë ministrit, po pse jo, 20 katë, 30 katë, mirë po duke u siguru që ka gjelbrim. Do me thonë betoni pa gjelbrim, pa rrugë qasje, nuk ka kuptim, vetëm na shkurton jetën. E ne kemi jetë gjatësin më të vogël në gjithë rajonin, do me thonë Ballkanin Perëndimor. Ne jetojmë 10 vjetë më pak se fqin tonë, për shkak urbanizim kaotik. Faleminderit Merkur, a ki donator që janë ndërtues? Jo. As kandidat për asamblej? As kandidat për familjarët e kandidatëve nuk muj me garantu, edhe unë e di që jo, mirë po adim po thëmë që jo. Faleminderit. Nedime Belegu, plani juj urban për 4 vitet e ardhshme? Plani im urban për 4 vitet e ardhshme, paka shumë me këte që kanë dëgjova deri më tani, janë të shkëputura, parciale, nga jo që ka njerëz të vëzhgojnë, por asgjë profesionale, asgjë e planifikuar. Dhe më duke sikur një fontan dëshirash, që ne dëshirojmë parcialisht që të rregullojmë Prishtinën. E kjo nuk bën sepse deri më tash ka qenë kësaj parcialisht secili në interesin e vet, secili sipas lakmis, sipas arritjes së llabrimit të tokës dhe ndërtimit ilegal jo normal. Shife, unë që jetoj në banesë që 35 vite, unë kam 3 numra në shtëpinë time. Kam numër në listën e posedimit shkruan numri 57, në komuna 45, 45 dhe ndërmarrja publike ka vend numrin 42. Pra, derisa ne nuk dim ku e kemi adresën, në një adresë mua më vijnë faturat, në adresën tjetër është lista e posedimit dhe adresa tjetër e ndërmarrjes publike, më duket absurde të flasim për kate, të flasim për diçka që nuk ekziston. Faktikisht, ka duhet të bëj, qofse unë do të vijë në krye të komunës së Prishtinës, do të marr kadastrin, hartat të shkputura 100% prej AKP-s, do t'i mbledhi profesionistët më të mirë, inxhinierët më të mirë që po na ikin dita ditës nga Prishtina, nga Kosova, do t'i mbledhi, do t'ulemi të gjitha profileve, infrastrukturës, të ujit, kanalizimit, gjitha të telave të rrymës të cilat dalvare në përkokë dhe kur kaloj, kur po më bie në kokë apo kur jo. Të gjitha këto njerë duhet me vendos një infrastrukturë të plot, duhet të vendosim një rend, një themel, bazament, mbi të cilin pastaj planifikojmë A ke donator që janë ndërtues? Nuk kam donator, faktikisht unë kam kandidu si kandidate pavarur, mirë po pastaj në KQZ, Valmira më ka
thanë që të hy me iniciativë qytetare dhe pastaj ka ndryshuar edhe iniciativa. A ke ndikon në listë që është të epokës së Yneshës Prishtinë, që është ndërtues? Jo. Faktikisht inxhinier por që jo, vetëm te jo. Nuk më duhet mu vetëm një inxhinier. Mua më duhet ekip. Faleminderit. Koha për replik. Faleminderit Nedime. Replikën e ka kërku Merkuri, shkojmë replika tjera ose te shërbimi publike. Urdhna Merkur. Po, unë dua të shtoj, do me thonë, rrezikun nga mungesa e kanalizimet të rreshurave. Do me thonë, në Prishtinë, vetëm 20% të hapësirës së Prishtinës është embullume me kanalizimet të ndara për të rreshura. Edhe absurd i kohës tonë, 5% të njerëzve këtu nuk kanë ujë në zonën urbane, 50% në zonën rurale nuk kanë furnizim e ujë. Këto janë gjëra që duhen mu adresu bashkërisht me planifikim hapësiror dhe me urbanizim. Këto janë pjesë e urbanizimit. Faleminderit, Fatme. Vetëm pak, apo e kuptoni rregullat, e çon dorën e lyp replikën. Çatëherë hin ren. Mas pari 2 veta në para teje. Fatmer, vazhdojnë. Faleminderit, unë veç po du me thonë që mirë që pidina problemet, hajtë flasim për zgjedhjet. Duhet me menu edhe me bo ekip, edhe me monitoru që është bashkësia lokale dhe ekspertat e asaj bashkësia lokale, asaj lagje, duhet me punu zbashku me ata që i kanë kriju këto probleme, zbashku me këto ndërmarrjet publike, mi zgjedh problemet. U myta tu i ndëgju që një mujt ditë tu i tregu problemet, nuk kur kush nuk vë të folë për zgjedhjet. Duhet që ata njetë që janë qatë ujtë, një mas mirë të terenin, i njojnë problemet edhe duhet mi bo zgjidhjet. Për ata letë flasim për zgjedhje, mës flasim për probleme. Ka shumë probleme në botë. Koha, faleminderit, në rejnë është Agimi, mas nejnë Edimja. Agim. Faleminderit, do shta vetëm të ndëlidhem me kolegun Bek, i cili tha ndërprerjen e Lev, nuk e kisha qëllimin të ndërprerja, thash krimin e një moratoriumit përkohshëm, i cili pas audëtimit të lejeve dhëna aktuale dhe atyre të cilat nuk janë dhënë, pastaj ne do ta bartnim nga një vendimarrje politike në një vendimarrje profesionale dhe transparente. Ky ishte qëllimi im pse unë thash ndërprerje e lejeve. Sa i përket Faleminderit, Rani Nedimës, pastaj vazhdojmë. Urdhna? Shiko. 30 sekonda. Me çfarë emergjence është ndërtuar kjo rrugë në sheshin Recep Luci? Çfarë emergjence ka qenë kjo kur fëmijët tanë ngulfatin me orë të tëra 5 ditë nga 5 orë dhe psojnë trauma psiqike, nuk hanë ushqim të rregullt. A shikoj këtu? Ka ndërtu rrugën për me pi cigare, për me pi kafe, për me rinia me pas një hapësinë luksoze. Pse nuk e ka ndërtu bibliotekën Hivzi Sylimani, që unë e përcjelli tash 7 vite. Rumbullak që 7 vite, sepse ka qenë dhe është një hapësinë shumë e mirë, të cilën e kemi shfrytzu dhe ka pas mjaftueshëm lexues. Faleminderit, 30 sekonda i kisi krejt. Fatmir, Reni jot e kërkove pastaj Lulzim. Po veç po du me thonë që në legj është ndaluar që mund ndalu ndërtimin. Derisa dikush që plotëso kushtet, normalisht që e ka më ndërtu, mi plotësu kushtet, mi plotësu infrastrukturën dhe mendoj që mund me ndërtu. Nëse lejohet në atë pjesë edhe me kushtet që janë para me ligj. Nuk duhet na me folë këtu çfarë është lidh dëshirash, duhet mi bë ligjin, duhet mi bë rregullat dhe normalisht me vepru komfortile. Lulzim e kërkove fjalën. Ashtu unë mendoj se lejet nuk duhet ndërpriten, për kundrazi duhet të përshpejtohet afati i tyre, sepse kalon çdo normë ligjore për pajisjen me leje ndërtimi, do me thonë çdo njëri që ka apliku për leje, çdo afat ligjore e kalon. Se presin njerëz për shembull për kategorinë për një shtëpi thjesht, për 100 metra katror presin me 2 deri në 3 vjet. Faleminderit Merkur. Po, do me thonë, zgjidhje teknike ka për gjithçka, por nëse nuk ka zbatim të ligjit të trendit, asgjë nuk do të funksionoj. Mu më kanë raportu qytetarët gjatë fushatës, gjatë bisedave, që për shembull objekti i cili ndërtohet me leje është dashur me ushty për shkak të objektit që ndërtohet pa leje. Dhe kush ka ardhur me i thonë ashtu inspektori i ndërtimit, i urbanizmit, paramendoni këtë punë. Kam edhe shumë storje të tjera, po duhet me administru më mirë komunën, se për momentin, si që ceka dhe më herët, paramendoni kanë kontraktu ndërtime të komunës, pa e marrë lejen për vetvetes. Koha, Agimi një herë, më falë, jenë rënë Nedime Agimi ti. Urdhna.
Jo, sepse unë jam të i pa, ti si të i pa kur është të ngritë dorën. Ne kryesisht po flasim terren, mirë po çështja e problemit është kryesisht në administratën komunale, tek organet vendimmarrëse. Thash edhe një herë, ne do ta bëjmë një reformim të thellë të procedurave të dhënies së lejeve, duke u bazuar tërësisht në një plan të mirëfillt urbanistik, si mas standardeve minimale që duhet t'i ketë një lagje, si që janë hapësirat për shfrytëzim të banorëve të lagjës, hapësira për rekreacion, kopshte për fëmijë, kopshte për lojra fëmijëve, hapësira sportive, dhe kjo... Faleminderit, Nedime, 3 sekonda. Tramvaj dhe trollebusa, shikoni në çfarë gjendje është rrjeti i elektrik në gjithë Prishtinën, po jo vetëm në Prishtinë, po në mbar Kosovën. Do thotë kjo është një anomali. Unë definitivisht të gjitha ndërtimet e pa rregullta, pa leje, që janë në këtë gjendje, unë do të kërkoj edhe fajtorin, sepse nëse nuk ka sanksione për ndërtimet prej viti 2000 deri më sot, atër kështu do të vazhdojnë. Unë do të kërkoj sanksione. Prej te fillojmë rundën e fundit të pyetjeve për cilën kemi kohë. Është arsimi, ka 1 minutë secili. Plani që me ndreq arsimin në këtë vendin më të populluar me nxënës sa në Prishtinë, edhe a keni me bo mësim gjithë ditor, në sa shkolla keni me zgjanu mësimin gjithë ditor, prej te e Nedime. Shiko, edhe kjo më duket pak problematike të androsh apo të jetosh në një jetë virtuale derisa ne kemi problemin emergjent me nxënës, ku përdoret droga, ku përdoren cigaret elektrike dhe ne duhet të merremi pastaj me shërim. Kush po I helmon fëmijët tanë? Me këtë problem drogës unë jam përballë që nga viti 2006. Mirë po, në vend se të marrim si shembull Islandën ku janë të bu prind, polici, gjyqësi, psikolog, pedagog, arsimtar dhe kanë bërë zgjidhjen e problemit, këtu kush merret me këtë problematik është I shënjestruar, është I rrezikum deri në jetë, sepse dikush duhet të ketë fitimet nga droga dhe nga cigaret. Si mund të flasim ne për gjëra të tjera? Apo që 2 vite unë e përcjelli shkollat, të cilat janë në rindërtim dhe fëmijët I kanë nga kam pas për 2 vite nga gjysmë orë mësimi. Koha Nedime, faleminderit. Koha e Merkur Beqirit për arsim. Urna Merkur për arsim. Po, synimi duhet të jetë dhe të mbetet që të kemi mësim gjithë ditor, mirë po duhet pasur barazi. E ne tash I kemi rajonet të tëra të cilat nuk kanë shkolla fillore dhe të mesme dhe së pari duhet të qitet prioriteti që të mbulohen me objekte të gjitha shkollat dhe më pastaj të shikohet shpërndarja më e mirë e nxënësve në për këto objekte dhe të mos të shkojmë që disa shkolla të janë me mësim gjithë ditor, disa tjera të kanë 2 ndrime apo 3 nga 36 dhe 40 nxënës, ku kushtet higjienike për shkak numrit të lartë janë të nivelit të kampeve të refugjatëve, ato lirisht për ju thamë, edhe është kriju një farë atmosfere e VIP-ve, do më thonë edhe shkollat po dojnë mi bo VIP. Unë mendoj se secili Prishtinali duhet me qenë VIP. Do më thonë, a keni me zgjanu mësimin gjithditor? Ma shumë shkolla se sot, apo jo? Me zgjanu, mbasapi, po duke I dhënë prioritet ndërtimit të objekteve aty ku mungon. Faleminderit, Lulzim. Plani juaj për arsim. Sa I përket arsimit dhe mësimit gjithditor, unë këto shkolla që kanë fillu tash me mësim gjithditor, do I kisha lënë le të vazhdojnë me të, por tjerë I kisha ndërprej me automatizëm, sepse spari nuk ka kushte, as elementare, as të personelit trajnum për mësim gjithditor. Nuk ka karrika, s'ka ushqim dur për nxënës, nuk janë trajnum personeli arsimor në mënyrë psikofizike, sa mujnë me menaxhu stresin e nxënësa, stresin e vetë e kështu me radhë. Dërsa sa I përket sigurisë në shkolla edhe pse prind paguajnë roje brenda shkollës, edhe pse ka, do më thonë, sigurit policëve civil, unë do t'i kisha largu ata dhe në shkolla do t'i kisha dërguar patrullat policore, sepse tregon prezencën e pushtetit në ato shkolla. Dhe jam I bindur se ato
shumë më shumë do të kishin pas efekt se sa policia civile që Po tash. nuk lejohet me ligj prezenca e policisë në shkolla, ligji e ndalar. Duhet ndërrohet. Do me ndru ligjin qendër, Po. ti, sekretar komune i Prishtinës? Po, se gjatë bisedave me prind, do me thonë huligan ndryshëm kam pas kontakte me polici civile dhe kanë kriju një lloj, si me thonë, shoqërie, kështu që nuk ka pas efekt. Faleminderit. Dërsa asaj përket Lëzim. policisë të uniformume po. Koha jote ishte kjo, Fatmer, plani jote për arsim. Faleminderit, mendoj që arsimin dhe është shpika kryesore, sepse nëpërmjet edukimit fëmijëve tana kena me mërrit që Prishtina tarë me qenë një qytet normal. Qëllimi kryesor dhe ide tona duhet me qenë rreth saj. Mas pa kësha anë që do të më bëjë depolitizimi, sepse gjithë drejtorët dhe shumica profesorët zgjedhën baza politike, jo në bazë kualitetit apo meritokracisë. E dyta, të tenderat që jepen për shkolla, apo për blerjen e pajisjeve, apo blerjen e gjitha aty njësene, kualitet duhet me jetë ma i larti, jo çmimi ma i ulët. Sepse në këtë mënyrë kemi blet karrika, kemi blet tavolina, kemi blet topa, edhe i kemi rregulluar shkollat nivelli ma të ulët që të mundshëm. E treta, kësha dash mi barazu kualitetin si në qendër, si në zonat rurale, edhe të normalisht e kjo pjesë a mësimit territor. Këtë pjesë në qytetit, ku fëmijët mujnë me ecë dhe me mri edhe për një shkollë tjetër, ku i ndrohet shkolla, kjo është edhe arsyeshme, mi po në zona tjere, zona periferike, në zonat rurale, duhet analizohet ma mirë, dhe kur të mirët vendimi, të dim që qëta fëmijë janë rahatu, jo i këna kriju probleme si prindve, si atyne. Faleminderit, Bek Berisha, plani juaj për arsim. Po, e para është arsimi dhe rinia, është me fokus të programim, do të ndërtojmë shkolla moderne, qerë dhe treja, transport për fëmijë, sport, kulturë dhe 2 qendra rinore ku do të krijojnë, mësojnë dhe gjejnë mbështetje. Tash sa i përket sigurisë në për shkolla. Derisa une isha në fushat të e artikulu se ç'është dojmë me kriju sigurinë për fëmijët tonë, ndodhë në shkollën e Asan Prishtina hin dikush edhe me rrej mësuese në sy nxënësave. Edhe kjo shihet që shumë ka nevojë për me pas siguri. Ç'është do të krijojmë këto? Siguria tash nuk bëhet në këtë shekull me rrethoja, por do të angazhojmë policën e penzion, të padukshëm, cilë do t'jenë komunikim me prindër, do t'jenë komunikim me stafin e shkollës, me drejtorin, me ndimin e kamerave, të inteligjencës e sigurisë, edhe do të krijojmë një ambient ku do të zhvillohen lojra, edhe nuk do të ka interferime apo të delikuentve apo të fenomeneve të këqija. Do të për shkollat këto çka janë ekzistuese do të ndikojmë edhe do të investojmë edhe në toaletet që i kanë, sepse janë pareza, dyrt, është problem fëmija për shembull nëse ndodh prindi me marr vajzën e me çut te shtëpia, me shfrytzu toaletin, sepse toaleti nuk është i pastër, nuk ka higienik, nuk ka siguri, se ja Faleminderit, dikush, pastaj është bullizimi që ndodh dhe Faleminderit. këto gjëra i kemi trajtu. Agim, plani juaj për arsim. Thamra Akilit në arsimin Kosovë është cilësia e ulët e mësim zënjes, si mas organizatave cilët kanë bërë matjen, këtë rasti që është PISA. Kosova renditet në 3 shtetet e fundit nga kjo matje që është bërë. Kemi përcaktuar objektivat strategjike, apo nën objektivat strategjike në arsim. Depolitizimi i arsimit, pastaj krijimi të një kodi të etikës për përgjegjësi të 3 aktorëve kryesorë. Institucionit apo shkollës, prindit dhe nxënësit, sepse nxënësi aktualisht është pa përgjegjësi sa i përket sjelljeve dhe veprimeve të tija gjatë procesit mësimor. Kemi parapor arsimin, zhvillimin e arsimit profesional, në veçanti tani më Kosova ka fillu sistemin dual të aplikimit, që është sistem i vendeve germanike, e ka udhëhequr komponentën e zbatimit të sistemit dual. Tani më kemi nxjerrë gjeneratën e parë të nxënësve të cilët ndërlidhet shkolla me tregun e punës, dhe në këtë komponent nxënësi paguhet, që është një motivim shtesë për gjithë nxënësit të drejtohen shkollave profesionale. Agim, sa drejtoresha i këshe bo nëse bosh kryetar komune? Sa gra drejtoresha i këshe emnu nëse bosh kryetar komune? Po nuk kam numër përcaktuar, mirë po në listën cilën e kam para asamblej, afërsisht janë 50-50. Bek. 50-50, si gjithherë. Bravo, Fatmir. Unë mendoj që rolin drejtoreshës ma mirë e ruajnë thema se sa mashkujt, për ata dhe jam pro që ndoshta 60 me 40 me 100 thema, 60 me 40? ma të vendomasë. Faleminderit, Lëzim.
Me qenë se gruaja jam e ndjerë, të njëtën ja ka kushtu parazit gjinore, sigurisht 60-40 në favor të femra. Favor të femnave, Merkur. Ne në alternativ nuk synojmë barazit gjinore, ne jemi përfasimi i grave dhe kemi probleme me numër të vogël të mashkujve në listën tonë. Po pa tjetër që... Se qiteni kryetare, pra, në kryet listës. Pse su bo kryetare? Po, pse është dashë më marrë dhe me komuna tjera. Do me thonë sa, ma shumë gra se bura kime qita. Kuptova që ta? Ma shumë, po, 3-2. Do me thonë edhe kumë lezu për këto, ekipet më efikase tregohet të jenë 3 femna, 2 mashkuj. Faleminderit. Po garantoj, nëse bëhem kryetar, po garantoj. Ty, në dime, po të ndroj pytin, sa drejtora bura kemi emru? Shiko, unë faktikisht gjuhën e urrejtjes gjinore që po kultivohet që nga klasa fillores, nuk e mbështes. Mirë. Do thot... Sa numra o pytja? Numra vetëm në bas të profesionalizmit, karakterit, dignitetit, punas dhe mirëqenjes që... Ju falenderoj gjithve që ishit pjesë e debatit. Na po e përmbyllim ciklin e debateve për këtë fushat zgjedhore, rundin e parë. Në këto 30 debate që i keni pa, 30 dit e fundit, na ju jemi mundu me sjell informacione që nuk mund të gjenden platforma tjera, se me jemi të vedishëm që ka debate me kandidat në çdo televizion, po diçka që s'keni pa tjetër kun, jemi mundu me nxjerr si premtem, sidomos fokusin e planifikim urban. Para se shkoni për të votu nesër, po ju lës, me kontrolu mirë që kam premtu kandidatët, me në kry, këqyrni që ka pritet me undërtu në lagjet e juja, ma e rëndësishme, këqyrni edhe qëfar sistemi arsimor, do të ketë 40 vitet ashme, po mos menoni që me qatë vot kryet puna, po ju kërkoj angazhim 4 vjeqar, për me i raportu kush do që bohët. Kryetar, na nuk kemi mi zgjidh problemet e Kosovës. Me njëherë, se si jemi të izgjidh as me votime që 20 vjetë. Prandaj, paramenojni që demokracia nuk është me korespondencë dhe me orar shkurt, po pun me orar të plot, ju lusë që edhe mas ditës nesërme, 4 vjetë me na raportu ju, qka bënd qaj që i fitan. Juftoj, nesër, sidomos ditën e zgjedhjeve, me vazhdu me ndjek kallëzopikomi sepse na det nesër na i kena 20 ekipet monitoruzve anë mba në Kosovës, edhe nëse ju na animoni edhe shihni diçka që 20 ekipe s'kena me mujtë në krejtë Kosovën me pa që apo ndodhë. Na po llogarisim që ekip ju kemi edhe juve, sepse nëse ju shihni nëse ka na i keq përdorim gjatë zgjedhjeve, ju na alarmoni dhe na e angazhojmë këtë raportusin ton, monitorusin ton qatë fush ku është e akreditume në qatë zonë, me shku edhe me këqyrë që ka është të ndodhë. Pra, e kaluar ajon të regën se nga raportimet që i keni bojë ju qytetarë të zgjedhjet e kalume, shumë rastet keqpërdorimeve jo identifiku herët edhe nuk o marë parasysh keqpërdorimi në fund të rezultati. Prandaj, bohemi bashk për me raportu, me rujt procesin zgjedhor nesër, mendoni mirë çfarë po ndigjoni, çka keni pa, çka po lexoni, kujt po i besoni, nuk mos besoni gjithçka të pa verifikume, edhe votoni me fytyrë. Kaq kishim për sonte, mirëmbëçi me neve kandidat të Prishtinës që erdhën debat pa dezertorët, po me trima që erdhën debat, natën e mirë.